Më kapën emocionet, ishte hera e parë që unë kam qarë në një manifestim të tillë, sepse jam person i vështirë, unë kam emocione brenda vetes, por nuk jam person që nxjerr lot. Ishin momentet kur një pash ato veshjet folklorike dhe thash, ku jam unë, çfarë shoh në Bern, për t'i parë gjitha ato që i kishte mbledhur mikeshja ime Flora Balaj, që më ka ftuar enkas në Bern, dhe unë u emocionova në një moment, se thash këto veshje, faleminderit nga Zoti që jeni të bekuar dhe i keni mrekullit e veta, po unë nuk kam sjellur asnjë gjë sonte në Zvicër, sepse unë nuk kam veshje kombëtare të manastirit. Kam vetëm një që është e fshatit Osrec, që sonte nuk e pata këtu për arsye se shtëpiat janë të mbyllura në Osrec, njerëzit kanë ikur në Australi dhe s'kam unë ku ta marr atë veshje kombëtare. Dhe kjo është me të vërtet për të qarë, sepse ne shqiptarët e manastirit, jo vetëm që kemi qenë në të kaluarën njerëz me shumë tradita, njerëz të ngritur, njerëz të emancipuar, jo vetëm në aspekt kulturor, por edhe në aspekt intelektual dhe në aspekt fetar. Sot shqiptarët e manastirit janë shumë pak dhe më vjen shumë keq që edhe maqedonasit po presin prej ne gjëra më të mëdha, sepse kur ne kemi një muze që nuk e kanë kombe të tjera të alfabetit, ata presin që ne të nxjerrim shumë më tepër se sa kemi.